Në minutat e publicitetit Kiara u pyet nga kolegët se si e kaloi paraditën, ajo u përgjigj super dite e qet pranë familjes së saj drekuan dhe u kënaqën me njëri tjetrin edhe pse dite e zymte, kjo nuk ju aprishi ditën, thjesht i shtoi rehatin e gjumin. Dhe me pas dolen për drek, por nuk mungoi edhe pyetja pse nuk ka publikuar foto dhe ajo u përgjigj fotot i ka Luizi tek telefoni i tij. Pas këtyre pyetjeve Kiara menjëherë ka ngacmuar Luizin në telefon duke i bërë një SMS zemër ato fotot e drekës. Familjare nuk vonoi shumë dhe Luki menjëherë i thote i kam rujt për ne mbrëmje mos burnesh, i tash po e publikoj dhe menjëherë ka publikuar një foto që Kiara i bëri ripost. Por me e bukur e kësaj fotoje është Lunushi, e cila është një lupse e madhe si një bebi zgjuar. Lunuki nuk i bën naze ushqimeve, por i konsumon të gjitha me qetesin e vet. Marshalla i urojmë Lunushit ta shijoj gjithmonë ushqimin dhe dashurinë e prindërve. Kiara e mbajti fjalen, ajo menjëherë i tha Lukit ta nxjerrë foton ama dhe Luki nuk i kursen surprizat për publikun e dashur. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.